Tani, më thuaj pak si ke gjetur veten ti në mjedisin artistik në Kanada, ku dhe aty ushtron të njëjtin profesion, apo jo, prej vitesh? Po, u bë goxha që në 2015 kam ikur, në 2016 domethënë kam filluar punët e para, kam punuar më shumë, kam punuar si aktor, po kam vënë dhe shfaqje si regjisor atje me teatro dhe teatro të vendit, dhe ka diferenca në punë sigurisht që është e madhe, sidomos për sa i përket marrëdhënieve njerëzore, dhe është unë nuk është se nuk e kam pasur dhe mësova atje. Unë mendoj që e kam pasur këtu, atje kam kultivuar pak më tepër, dhe mendoj të paktën si e kam konceptuar punën është në qoftë se ti krijon marrëdhënie të mira njerëzore me të gjithë njerëzit jepen me shumë dëshirë, me shumë pasion dhe të gjithë bashkë punojmë për të ndërtuar një gjë të bukur. Pra, po ajo ngrohtësia e publikut, më trego pak, ka një diferencë të madhe për mënyrën se si të duar të ketë publiku atje dhe për mënyrën se si të ka duar të kitur këtu? Jo, nuk është se kam dirë ndryshime, thënë drejtën. Në momentin që ti arrin përcjellësh një gjë tek spektatori, ti gjithmonë do marrësh duar trokitën, gjithmonë do marrësh, po themi, fjalët e mira. Atje ka dhe një të mirë që dhe kolegët të komplimentojnë, nuk zhduken kur ti bën një punë ose të thonë bravo për gjë. Kështu që është kjo, domethënë është një tregush pak më i madh sigurisht. Domethënë kur e krahasoj me Shqipërinë, pak a shumë numri banorëve i gjithë Shqipërisë është numri banorëve të qytetit ku jetojmë. Pra tregush pak më i gjerë, ka më shumë hapësira. Pra është diçka më ndryshe. Të ka bërë, çfarë të ka mësuar, se si të ka ndikuar pikërisht ky mjedis artistik, jeta në Kanada, për mënyrën se si ti e sheh sot Shqipërinë? Po, ajo një nga gjërat për shembull që kam kuptuar është që kur dikush të bën një vretje ti nuk ke nevojë të justifikohesh. Mjafton që ta përmirësosh atë gjën për cilën të është bërë vretja. E vërtet që neve nuk e di pse kemi ndonjëherë këtë tendencën që dikush të bën një vretje dhe ti thua po se justifikosh. Në një kohë që është shumë e thjeshtë, dikush të bën një vretje nuk ta bën që ti të justifikosh, ta bën që ti të mendosh mbi atë gjë dhe ta rregullosh. Një nga elementet, po themi, shoqërore që aspekti tjetër pastaj është që ti nuk ke nevojë, domethënë, që të shikosh gjithmonë pjesën negative dhe diskutoni me aktorët e trupës një ditë dhe nga që po qeshnim shumë edhe dikush tha na dalt për hajër, e qeshura. Edhe filluam të analizojmë duke shoqërisht, edhe tham që por pse gjithmonë kemi këtë merakun që më mbrapa mund të na prishet edhe qeshura. Domethënë ndërkohë që ti jesh edhe i qeshur, po ti jesh edhe i mërzitur, po të ndihesh edhe mirë, po ndihesh i trishtuar, po ndihesh i gëzuar. Pra të gjitha janë emocione të cilat natyra njerëzore duhet i përjetojë dhe nuk ka pse të ketë frikë nga përjetimi. Neve jemi akoma pak mendojmë që mbrapa diçka e fshihet diçka tjetër. Në një kohë që mund ta marrim këtë gjë më thjesht. Mund ta jetojmë jetën mësuar, po themi, deri diku jetesa jashtë që duhet të marrë njeriu me gjërat që kanë rëndësi për të dhe ti anashkaloj gjërat që nuk kanë rëndësi, të anashkaloj njerëzit negativ, të anashkaloj këto narcisistët e shpifur që të vinë vërdall dhe që mundohen se s'bën të thithin energjinë tënde pozitive. Pra, njeriu duhet mendojë në mënyrë pozitive, duhet mendojë për gjërat që kanë rëndësi, jo për gjërat e vogla. Sepse shumë është ditën vetes dhe ti je i mërzitur. Është kollaj që ti të shikosh një fytyrë të vrentur në trafik. Mos shiko atë. Shiko më mirë veten pas hyrë dhe buzëqeshi, ose shiko dikë tjetër që është i qeshur, shiko dikë që ka fëmijën për dore, shiko luan me qenin. Domethënë, ka shumë gjëra të bukura në jetë që ti ta kalosh atë duke parë fytyra të vrerosura. Bukur, në krah të Joy Bekos, figurë shumë e dashur për publikun, dy artistë të cilët ndajnë dhe janë kritik për njëri tjetër në fushën profesionale. Është ajo kritikuesja e parë e artistit Gent Beko dhe çfarë ju ndan dhe ju bashkon në këtë fushë? Pra ku janë limitet? A flisni më shumë për teatr në shtëpi apo i lini pas?
Jo, në përgjithësi, domethënë sigurisht që flasim, domethënë nuk është se unë në përgjithësi jam natyrë kritike, edhe Joy sigurisht që ka natyrën e vet të kriticizmit, po nuk është se rrim shumë duke diskutuar apo duke domethënë marrim në analizë gjëra, flasim si çdo çift tek e fundit, domethënë nuk është e thonë që duhet të jesh artist dhe duhet të flasësh për artin. Në jetën normale, në jetën private, ne jemi nuk është se kemi kështu, më thonë, ku e di unë, siç imagjinojnë ndonjëherë njerëzit që ne duhet kemi një jetë të çuditshme. Domethënë artistët në jetë janë artistë në skenë, nuk janë në jetë. Ata që bëjnë artistin në jetë, pastaj kanë probleme me skenën dhe me personalitetin. Diku do të dojnë. Gen, më thuaj drejt, a të mungojnë kafet në Shqipëri, gjë që ndoshta në ato orët e gjata në Kanada është e pamundur për shkak të ritmit dhe dinamikës së jetës aty. Dikur ke thënë në një intervistë kur je larguar që këtu njerëzit rinë shumë në kafe, jo janë parazitë, jo jetojnë më shumë për të tjerët, nuk jetojnë për veten e tyre. Tani sa ke ndryshuar ti? E kam thënë që jetojnë më shumë për të tjerët se sa për veten e tyre. Dhe ky është gabim. Njeriu duhet jetojë për veten. Nëse nuk është në qetësim me veten, nuk ka se si të jetojë mirë me të tjerët. Dhe kjo është ndoshta arsyeja që ne shpeshherë kapemi për mustaqet e çelos. Po kjo çështja e kafeve sigurisht që edhe këtu nuk është se s'pim kafe, sigurisht do pim kafe. Unë kam kohë që nuk pi dot më ekspres nga ato shkurtra sepse më jep kështu si dridhje duarsh, domethënë jam mësuar tani me ato tasat e mëdhenj. Që zgjasin shumë orë. I thonë shtej. Po që është ndryshe, sigurisht është ndryshe. Pastaj ngrohtësia e këtushme sigurisht që të mungon andej. Ashtu si disa gjëra po themi të bezdishme këtu e gjen rehatin andej, është shumë e vështirë që ti të bësh një balancë. Çështja e kafes më tepër është, domethënë, për këtë pjesën që këtu shpeshherë edhe bisedat bëhen akoma në kafe. Biznesi bëhet në kafe. Është institucion kafe. Ndërkohë kur shkojnë në zyra ose shkojnë. Po kam përshtypjen që kjo nuk është kur e mendoj holl dhe kur shikoj sot për shkak që shikoj të komunitetet tjera ballkanike, tipi i grekëve apo i këtyre popullatave slave apo që dhe italianët komshin tan përballë. E shikon që ajo kultura e kafes, sidomos tek ata të vjetrit, është akoma ekziston, domethënë. Aty ke këto baret greke apo italiane për shkakun që ulen edhe rrin me orë të tëra me një kafe dhe shikojnë sport edhe si thosh nuk e vrasin mendjen për çdo gjë. Pra, ajo kultura e kafes mos mendoni që ekziston vetëm në Shqipëri. Unë paktën e kam parë që ekziston dhe andej. Ekziston dhe andej.